Mirë se erdhët në spitalin onkologjik. Sikur se jeni në dijeni, ky spital trajton të gjithë pacientët me sëmundje onkologjike. Pasi pacientët vinë nëse më lejoni, marrin numrin tek sistemi i radhës në bazë të shërbimit që ata kanë ardhur, që kanë gjitha njësitë, dhe më pas drejtohen në informacion tek sporteli ku prezantojnë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe bëjnë regjistrime. Pasi bëhet regjistrimi, kalojnë për shërbim në ambientet e spitalit. Dhe sistemi njoftues me numrat që kush është. E qartë. Brava, sepse janë gjithë Me të njëjta standarde europiane që janë në qendrat e tjera të ekselencës, që përgëzoj punktet respektive janë tek dera që brava që e qartë. Pacientët i drejtohen punkteve sipas shërbimit që ata marrin, ndërsa pacientët e kimioterapisë ditore vinë në këto ambiente, të cilat tashmë janë restauruar. Ambienti ka ndryshuar komplet. Keni punuar mjaft fort për të arritur në këtë pikë. Mua është një shembull shumë i mirë i bashkëpunimit midis donatorëve dhe shtetit. Ne punojmë në ekip, kemi një ekip i cili në drejtimin tuaj punon fort dhe risia e sotshme e këtyre poltronave është që ne kemi shtuar edhe kapacitetin. Nga 19 poltron, ne kemi rritur numrin me 30 dhe po punohet që ky numër të rritet akoma më tepër dhe të dyfishojmë shumë shpejt numrin e poltronave. Mos harrojmë që jemi të rreth 100 kimioterapi ditore, të cilat ndonjëherë kalojnë dhe atë numër. Ideja është që pacienti mbasi vjen që ka marrë gjithë sistemin e referimit të tjerë në fashën e caktuar, sepse ajo që është kryesore që ne kemi punuar gjatë gjithë kësaj kohe është të vendosim dhe fashët e trajtimit të këtyre pacientëve. Fillimisht po startojmë me një ndarje pak a shumë që është për të rregulluar rrethet përpara tek 11 dhe Tirana më pas, por do shkohet siç janë dhe në gjithë qendrat referente në varësi të kozjatjes së kimioterapisë në 3 fashe qendrore. Kemi dhe një risi tjetër, po vijohet me implementimin e recetës elektronike, e cila e ka shtuar cilësinë edhe ka shkurtuar kohën e shërbimit. Gjithashtu çdo gjë po shkon drejt digitalizimit. Ju përgëzoj. Gjithashtu e fundit se ishte push juaj dhe po kërkohet dhe po vendojmë që do implementojmë dhe e-file për pacientin. Eksakt. Të tëra komponentët, përmirësimi i fluksit, përmirësimi i kushteve, hapësirat e reja, hapësirat dinjitoze, hapësira në fakt që nuk janë ndryshe nga qendrat e tjera europiane ku kanë punuar. Ne kemi shtuar edhe një sallë tjetër, që është edhe risi, ku kemi shtuar kapacitetin e poltronëve. Ne kemi bërë në 30, salla tjetër është në të njëjtin kat, kështu që pacientët nuk kanë nevojë që të lëvizin për gjatë katëve. Shumë mirë. Kjo është një sallë e re, e cila nuk ka ekzistuar më përpara. Bravo, mirë se ju gjetëm. Shumë i bukur, shumë i këndshëm ambienti. Në fakt, kam emocione të përsëritura të kthehem, thoshte treta herë dhe shoh një ndër kjo është një sallë e re komplet. Salla tjetër nuk njihet më, dhe ajo është e re. Jam shumë e kënaqur që të gjithë bashk arritëm që të krijojmë këto kushte. Dua të theksoj gjithashtu që është bërë kujdes deri në detaje, sikurse ju e vini re. Një ekip tjetër është kujdesur edhe që të ketë disa frazë të cilat japin kurajo dhe shpresë për ata pacientë të cilët marrin mjekimin këtu. Kjo qendër nuk shërben vetëm pacientëve nga Tirana, kjo është një qendër e madhe ku kombëtare në fakt marrin mjekim edhe shumë pacientë nga rrethet, madje mund të themi që mbi 50-60% të pacientëve në spitalin onkologjik janë nga rrethet. Është një gjë shumë e rëndësishme që megjithse në këtë kohë ka qenë në rikonstruktim si më salla kryesore që ishte funksionale, nuk është ndërprerë trajtimi i pacientëve. Domethënë gjithçka është bërë duke ruajtur kapacitetin e plotë të trajtimit të pacientëve. Për këtë falenderojmë sigurisht të tërë juve këtu, po dhe ato infermier, mjek që kanë punuar për të shërbuar pacientit megjithse ka qenë në rikonstruktim.